dhënia me fshinjët. Ndjeni keq ardhur zoti Berisha që pasi u rikonfirmuat në krye të Partisë Demokratike të shtunën nuk patët asnjë mesazh publik nga krerët e partive si Motra për t'ju uruar për mandatin e radhës në krye të Partisë Demokratike? Faleminderit. Mendoj se e shtuna ishte një nga ditët më të ndritshme të demokracisë në Shqipëri, që ka mbetur vetëm në opozit. Unë të shtunën kam një mirënjohje të pafund për të gjithë ata të cilët ju përgjigjen pas një propagande agresive të pafund të mafjes shtetërore, pas përpjekjes për infiltrim të eksponentëve të botës së krimit nga Edi Rama, pas përpjekjeve për të përballë këtë garë me të përdal politik të cilët pasi kanë ikë nga PD-ja, kanë krijuar në parti tjera, kërkoj i sillte Edi Rama të kandidatë e tjerë më radhë. Pra, ajo ka qenë ditë e historisë. Tani përsa i përket urimeve, kam marrë urime nga miqtë mi, pres urime, por t'jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, t'jemi hapur.